Cilat janë rastet ma kritike në përvojën tonë që i ke pas në këtë fushë? Je kadrën, se më ta themi Zagrebit, por për këtë do të klasim edhe pak, i atyre viteve të luftës në Jugosllavi që nisi Serbia e djeshme e Miloševićit. Kjo Serbi, mendësia saj nuk ka nëshuar asot ndaj këtij realiteti ku jetojnë, por nuk do të shti fare në politikë të trim të fusha juaj. Kush janë rastet ma kritike ku ti e ndjen ndoshta edhe secili mund jetë me lëkundje me raste që duhet të keni kujdes, synoni rezultate natyrisht? Në kirurgji, do të kjo Qysh është para se me hinë sallë, gjithmonë? Para se me hinë sallë kemi rastet elektive, të cilët përgatitim për operacion, edhe rastet urgjente. E kjo që folët ju, që kemi kalu kjo pjesë, është diçka më traumatike, se ballafaqohesh në rastet e traumës të plagosjeve, therjeve, ballafaqohesh me një rast, me një entitet cili është i panjohtur për ty në atë aspektin se të prishet morfologjia, prishet konstruksioni i indit apo i ekstremitetit, edhe duhet me bot pamundurën për një person që ka qenë i shëndosh, për një moment varet jeta e tij në duart e tua. Aty ndryshon këtë strategjia e trajtimit. Kurse te rastet elektive është diçka tjetër. Për arsye se e ke një pacient i cili e përcjell për një simptomatologji përkatëse, edhe duhet t'ia shpjegosh që për këtë patologji kemi me bë këtë intervenim, apo kjo metodë është më e mirë për ty, edhe kjo metodë është më e suksesshme, me cilin mundesh me ballafaqu. Do thotë të bëj një program ose një skemë, një planifikim për me intervenu. Po edhe planifikimet që i bëjmë te pacientat nuk janë planifikime që bën të njëjta, me thonë drejtën një skemë e cila është uniforme për gjithë. Çdo pacient është pacient me karakteristikat të veta dhe të secilit duhet më bëhet qasje të personale për pacient. Do thotë nuk ka skemë te kjo grup moshe apo te ky pacient shkon për gjithë. Po supozoj mbyt këtë lloj bakterie dhe ky lloj ambicilini duhet përdorur të gjithë, se nuk shkon ashtu, apo jo. Çdo operacion çdo themi se nëse marrë shembull 10 pacienta me një patologji me smundje të njëjtë, trajtimi është metoda e njëjtë, mirë po procedurat gjatë punës ndryshojnë, se ndryshon morfologjia, ndryshon anatomia, topografike, edhe ndryshon gjithçka. Ndonjëherë edhe vet personi e ka një aurë, themi kështu, aty që te dikush shkon më lehtë, te dikush më vështirë, si thot populli, aty ne kish komën e lehtë apo kish komën. Kështu është edhe te ju. Po, ka të disa pacient mundohesh shumë thjesht shkon lehtë, te disa shkon më vështirë. Unë përvojën time them pacientat të cilët kanë besim te mjeku, te kirurgu, dhe besojnë shëndetin, fillimisht duke qenë mirë të informuar për smundjen e vet, duke qenë mirë të informuar për trajtimin që ka më bë mjeku, edhe i dorëzohen në atë kuptimin që besojnë. Ja besojnë sovranitetin, kështu po them, komplet. Pikërisht, kalojnë shumë më lehtë, shumë më mirë se sa pacientët të cilët kanë një dozë të dyshimit, një dozë të frikës, një dozë të mosbesimit për mjekun apo për ndikon ana psiqike do. Shumë ndikon. Shumë ndikon ana psiqike, po flas personalisht për veten time, edhe ka kohë apo ka vite të cilët pacientët të cilët nuk janë 100% të vendosur për operacion, nuk insistoj asnjëherë që t'i operoj. Për t'i funë sallë operimi. Edhe pse ndoshta është indikacioni që mundet me prioritar, po ata që janë vital, do të thotë që varet jeta, edhe nuk marrim 1% prej familjarëve. Kuptomi, nuk i do që të fallas po don ky më operu, edhe le vdes. Jo, marrim 1% prej familjarëve, i shpjegojmë që ky nëse nuk operohet, mundet me Kto janë pasojat. Kto janë pasojat. Shkon vdes. Po nëse operohet, gjasa ti ka për me shpëtu. Atë ngulim këmbë për operim. Po te këto rastet elektive, thash se kanë për qëllim përmirësimin e kvalitetit të jetës, përmirësimin e gjendjes përgjithshme shëndetësore, pacientët cilët i besojnë doktorit kalojnë më mirë se këta që kanë mosbesim. Atë kujtohet për herë parë kur e ke bë operimin e parë? Po. Ose ndër operimet e para, si më thon.
Operimet e para zakonisht kanë qenë ne thojmë kirurgji preme të vogla, incisione, evakuim qelbit ose aterom, lipom, diçka të vogla, po kështu operim si specializant i kirurgjisë, operimet i parë i madh që cilën e bëjmë ne është zora qore ose apendiciti. Po. Pikërisht ose hernit, po shumica e bëjmë apendiksin ose apendicitin. Po. Si operacion më të madh që e konsiderojmë në rrugëtimin ton për kirurg. Po. Po më kujtohet zakonisht vitin e parë të specializimit pas luftës, rasti i parë ka qenë, me emër nuk më kujtohet se kam harru, po pikërisht e di djalë student ka qenë, dhe një përvojë përveç stresit që e ki që duhet ta marrë përgjegjësinë edhe pse e ki kirurgun Shosh me pasi si kirurg datë operacion skalperin ndur kështu? Po, është ndjenjë se t'jep një dozë të fuqisë të madhe, të mos them, nuk di si shprehem tash, po nuk dojmë ta lypim na Zotin përgjithësi, po na jep një fuqi, një dozë, si themi, të jeta dikujt është nduar tua. Tash një farë superioriteti përveç asaj profesional, po dhe njerëzor e ndjen satisfaksion edhe moral shpirtëror, po. Po në veç tjeras është përgjegjësia shumë e madhe. Është përgjegjësia shumë e madhe. Tash kur kombinohet përgjegjësia për pacientin, për shëndetin e tij, edhe suksesi apo puna jote e cila është shumë e vlefshme që ja shpëton jetën dikujt, kur të dy gjëna bashkohen, atëherë është një ndjenjë shumë e veçantë. Dhe nuk është e papërshkrueshme ndoshta për opsion për dikë tjetër që s'është i fushës. Për profesione tjera pa keq kuptime, por është diçka më them hyjnore, hyjnore e kësaj pjese. Nuk kompenzohet me asgjë. Jo, është kënaqësia që ndjejmë ne është diçka me vërtet është e pa shpjegueshme. Ta shpëtosh dikën nga ose t'ja përmirësosh fillimisht kvalitetin e jetës, t'ja largosh sëmundjen, t'ja largosh dhembjen, ndër tjera se ta shpëtosh nga komplikimet, mos e më nga vdekja, është diçka besoj që është hyjnore kjo punë. A ka ndonjë rast që nuk e harron dot fare nga këtu të kthehemi është rasti i parë që thatë kur po se gjithmonë nis me rasti i parë po nuk e përfundova deri në fund, po ishte një rast mjaft i rëndë i komplikuar, nuk dishim se zakonisht zorat të qoret ose apendicitet janë disa më të lehta, po disa më të komplikuar edhe nuk është e njëjtë. Edhe pse zorë qoret e dikush është një inflamacion i lehtë, e dikush është një pëlsitje, një perforim, te dikush është zora qore është mbrapa zorës trash, edhe është problem për me arritë aty, është mbështjellur me ato cipat, edhe nuk është, do thotë siç thash në fillim, nuk është e njëjtë, edhe pse diagnoza shuhet e njëjtë, po qasja, puna operative edhe çdo gjë tjetër trajtimi nuk është i njëjtë, do thotë ka aty dallime. Edhe më kujtohet ajo pjesa që fillova me të jep kirurgu, me përvojë të jep skalperin edhe para praktikisht duke i shpjegu cilën me çfarë metode kemi shkuar, ku po më vë premja, cila stresa, më shkujt anatominë e organizmit, po për fat të keq timin, pacienti ishte shumë i rëndë. Kishte pas një absces, një pëlsitje të zorës qore dhe ishte jashtë kompetencave të mia, të njohurive të mia për me arrit me kry atë operacion. Edhe kirurgu që më asistonte, doktor Sali Krasniqi, tha rasti i rëndë për ty, tha po i ndroj mend. Edhe fatikisht në ato momente kur nuk ki kompetenca profesionale më të mëdha, e merr kirurgu që është profesionist, kirurgu senior, kalon vendin ton si nxënës edhe fillon. Po realisht doli edhe më rënd se sa që mendon. Ma do desh me thirrë një kirurg shefin e ekipit se qelloi me vërtet rast mjaft i komplikuar. Edhe i ndjeri me Aliu erdh tha ja thirrëm për me ndihmu, thirrë doktor Sali. Tha, çka më rasti jot i para, tha paske me ndjek rastet e rënda të kohën. I ndjeri doktore, po. Një burr i jashtëzakonshëm, po. Dhe një jashtëzakonshëm. Po, ka qenë profesionist i jashtëzakonshëm me ndjerin, ndjesti pa shpirti. Edhe këtë fjalë nuk e harroj tati asnjëherë, se tha tash kanë me ndjek gjithmonë rastet e rënda, se faktikisht karakterizoi puna e kirurgut me rastet e para. Sigurisht nëse fati jot është që të mirësh me rastet e rënda,
si sot populli dita e mirë shifet mëngjes. Nëse rastet e randat fillojnë në fillim, atëherë kanë me ndjekën. Kështu ta doktori Meri. Po, për zotin, po. Dhe? Edhe mirë, ma shkoj mirë pacienti ynë edhe ai u kry pacienti mirë, po ajo që nuk arrita unë ta evitoj të veten si operator, po si iniciatori i procesit, por jo si operator. Mandej erdhën raste tjera pak më atleta e pak kështu, po kryesisht ajo trauma e madhe e rastit të parë, themi kështu, si specializant apo si mjek i ri në stazh. Sa ka avancuar në çka trajtimi kirurgjik në këtë fushë? Do thotë që është për periudhë pas luftës tash. Me një pjesë në trajnime ndërkombëtare, ishte pak më herët dhe në Paris, në vende tjera, ndisni konferenca, tureza, sepse e keni edhe të nevojshme, do ndisni praktikat. Po, tjetër për ngritje profesionale do thotë të avancimet e mjekësisë duke ndihmuar teknologjisë, e cila është shumë pjesëmarrëse në zhvillimin e mjekësisë përgjithësi, duhet të ndjekim kongreset, duhet të ndjekim seminaret, kur ishim edhe më herët të trajnimet jashtë vendit, gjithçka për më mund të arrit një nivel të kënaqshëm. Komplementar të ndjek trajtim. Kënaqshëm për trajtimin e sëmundjeve që pacientët tanë të kenë një trajtim sigurisht që ka bota perëndimore. Në këtë aspekt nuk është që jemi shumë mbrapa, mos bënu shumë pesimist, me thonë që jemi mbrapa, po besoj që jemi shumë avancuar edhe nuk kanë nevojë pacientët të ankohen që nuk marrin trajtimin e duhur. Me aq sa ne kemi mundësi këtu. Edhe pse kjo është punë e menaxhmentit apo natyrisht, nuk po hyjnë në punën e tyre se ata janë përgjegjës për menaxhimin edhe për aspektin infrastrukturën mjekësore, por për sa i përket dijes tonë kirurgjike, duhet ne të avancojmë, të lexojmë, të shkojmë trajnime edhe çato praktikat të aplikojmë. Po e kemi të obliguar për arsye se edhe për rilicencim duhet marrim pojena në kongreset vendore apo ndërkombëtare për të mund të më rilicencuar. Është shumë normale kjo punë, se nuk mundem të ngjesim me një kirurg i cili ka specializuar para 20-30 vite, si është rasti im të mbetem në nivelin ku kam qenë. Gjithmonë duhet të ndjekim trendet e reja për trajtimet e sëmundjeve, dhe sadokudo nuk ka ndryshime të mëdha, po që për shembull trajtimi i sëmundjeve venoze, ta marrim si shembull sëmundjeve venave sipërfaqësore, viteve të fundit ka avancuar shumë saqë në metodat e vjetra të largimit të venave nuk pak aplikohen. Edhe pse nuk janë të përjashtuara, po aplikohen pak, sepse tash kanë hyrë në trend do të trajtimet me metodat endovaskulare, me metodave endovenoze. Edhe laserët e ndryshëm, radiofrekvencat apo disa teknologjia, teknologjia dhe gjithmonë avancon këto dhe për trajtim sa më shpejt, sa më efikas të sëmundjeve. A ka ndryshuar në gjatë thelbësisht në gjithë përvojën tuaj në kirurgji në fushën ku je? Po, fushën ne kemi pas fatin të shkollohemi, të edukohemi, kemi pas kuadrët të kanë qenë mjaft mirë të përgatitur të kirurgëve vaskularë në Kosovë, po që tash në krahasi fakultetin atje, po disa trajnime në shtetet evropiane. Kemi avancuar edhe në pjesën e teknikave, edhe në pjesën e diagnostifikimit të sëmundjeve vaskulare, edhe në pjesën e teknikave, edhe pjesën edhe të opushit të sëmundjeve të cilët ne i trajtojmë. Do thotë nuk jemi të fokusuar vetëm se disa sëmundje të cilët dim, po një gamë më e madhe e patologjive të trajtohen. Por fatkeqësisht për kirurgji vaskulare këtu, neve çka na mbetet është i trajtojmë sëmundjet e aortës, që janë shumë shpeshta. Aorta është ena kryesore e gjakut që del prej zemrës dhe furnizon organe të tjera me gjak. Ende nuk po mundemi ta trajtojmë këtë aortën torakale, për shembull, aortën e gjoksit. Nuk është një patologji shumë e shpeshtë, po shumë dramatike për shkak të edhe sëmundjes, po edhe përfundimit apo komplikimeve të saj. Zgjerimi i aortës torakale është me fatalitet madh, edhe nuk kemi të avancuar një teknologji apo një aparaturë që mundemi ta bëjmë trajtimin e sëmundjeve. Këtë do doja ta shije. Këtë do doja ta shije si kirurg në Çukuka, po. Nuk janë çdo ditore, po edhe kur vinë në raste më të ralla kërkojnë trajtim të veçantë, që ne nuk po mundemi t'i ofrojmë këtu, mandej po duhet me uzu për trajtim jashtë vendit. Është e dhimbshme kur
një smundje një aort të cilën ne punojmë pjesën e barkut çdo ditë, edhe nuk kemi mundësi me metoda endovaskulare apo metoda të hapura për shkak të mungesës së aparaturës të mos e trajtojmë kështu. Edhe mandej Dia ekziston, po dhe përgatitja po, mos ekziston dia, besoj që duhet trajnimet. Po, ato ndodh, po më ndodh. Mujore apo edhe vjetore të neve apo të mjekëve të janë më të ri që të avansohet për një lloj smundjeve që çka do të jetë tjetër të shihet si mjek me përvojë të gjatë? Në shërbimet e përgjithshme, përfshirë edhe ato ku jeni të specializuar, çka do të jetë të shihet që e thatë fillim pacientët nuk kanë arsye të ankohen më shumë po. Ankesat gjithmonë ka me pas. Si në ndaj pacientëve, po se ashtu ndoshta kemi ankesa ndaj pacientëve më shumë se ata që kanë ndaj neve, është shumë e qartë, po ne nuk dalim në media që të ankohemi ndaj pacientëve. Ata kanë drejtën të ankohen ndaj mjekëve, edhe zëri i tyre dëgohet për arsye se ashtu jemi të prirur që atë që ankohet ndaj mjekëve ta dëgjojmë më shumë se sa mjeku ndaj pacientëve. Ne nuk ankohemi kur, nuk dalim të ankohemi ndaj pacientëve ose dalim ta shohim pacientin pse ai nuk është lajmëruar 20 vjet me orë kontroll edhe i ka venat varikoze. Me prevenu, po, një situatë. Pacienti 20 vjet i ka bajë venat varikoze, venat të zgjenuara në këmbë, s'ka shku te mjeku asnjëherë. Tash nuk është e drejtë jona, nuk është njerëzore ta denoncojmë pse pacienti nuk ardh. Drejta e tij e ka dhënë udhimin, po pacienti ka drejt të denoncojë mjekun pse nuk po operon më njëherë. Është Këtë në rastin më të shpesht ato... Po, më shpesht të cilë balla faqojnë pacientë, thash ka fillu me pengut për shkak nxehtë një flebit, një trombozë ose një pesmatime, dhe qysh me pritun e 2 vjet në listë pritjes, e ai nuk ardhen 20 ose 30 vjet në kontroll për me prevenu ose për me mjeku.